Alhamdulillah, Allah në falenderojmë, salavatet, selamat pejgamberit alayhi salatu wassalam, ja dërgojmë. Vazhdojmë me kapitullin e pastërtisë në derset tona që kemi me dhejbet Hanefi. Thotë autori, wa yajuzu izalatu an-najasati bil ma'. Është një kapitull i ri, edhe pse është i shkurt, thotë e lejohet të largohet papastërtia me ujë. Edhe kjo është normal e pa diskutueshme, edhe është bazë në kapitullin e pastërtisë. Baza është uji. Edhe i dim në ajetet, po ashtu edhe hadithet që flasin për guslin, për abdesin, e përmendin ujin. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ka cek për ujin e deteve dhe oqeaneve, ka thonë uji i tij është i pastër. Uji i tij është i pastër. Po ashtu kur i ka këshillu pejgamberi alayhi salatu wassalam, thumma ghsilihi bil ma'. Kur kanë ardhur te Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe janë ankuar ose kanë pyet për çështjet e caktuara rreth pastërtisë, i ka thonë, qoftë pastërtisë trupit ose të rrobave, ka thonë pastaj laje me ujë. Domethënë është specifiku uji, sepse uji është bazë në këtë mesele. Po a lejohet me diçka tjetër me u pastru pa pastërtia ose me u largu nga trupi ose rrobat? Këtu thot autori, wa bi kulli ma'i'in tahir. Po ashtu me çdo lëng tjetër që është i pastër, me çdo lëng tjetër që është kel khalli wa ma'ul ward, wa ma'al ward. Sigurisht uthulla, edhe ujrat e tjerë që dalin prej, më thonë, që njeri mund, si që është parfumat e kësaj natyre, ose ka ujra që dalin prej pemëve, më thonë, po, këtu është përmen, po edhe prej pemëve, dhe ma në merë, ja bën një vrim lisit, pastaj e bën si një e vendos një pip, po e quj kështu, edhe e pik uje, a lejohet ky? Parimisht në bazë të kësaj që u përmend, lejohet. Ka masanej mëranda madhhebet që më thonë e lejojnë me lëng të lisit, me lëng të luleve, ose ujë me uthull, edhe çka mund të them gjëra tjera të cilat në origjinë janë të pastërta, edhe mund të largojnë papastërtinë, mundën me largu papastërtinë. Brenda me dhejbet, ka që e lejojnë, mirë po, Muhamedi dhe Zuferi thotë jo, vetëm me ujë. Edhe argumentohet me këta, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë ka përmend ujin. Por ulemat tjerë që e lejojnë, Jusufi, Ebu Hanife, Allah më shërëf të gjithë, kanë thonë se uji është përmend këtu për arsye se në shumicën e rasteve me ta ndodh pastrimi. E para dhe dyta, në shumicën e muhabeteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është përmend se ai është në bazë, po s'do të thonë që është ndaluar diçka tjetër. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka përmend bazën e pastrimit, ujin. Edhe janë argumentu po ashtu me ajetin wa thiyabaka fatahhir, e rrobat tua pastraj, i surës Muddathir numër 4. Kanë thonë, këtu nuk e ka specifikua Allahu Gjellëshanuhu me çka? E rëndësishme, rrobat pastraj, me çdo gjë e cila e lunë rolin e pastrimit. Allahu e di mas mire, por mendoj që kjo që e lejon me çka do qoftë pastrimin është më sakta, për arsye se kjo është lehtësim për ummetin, e na duhet me ditë gjithmonë merreni një rregull, bëhuni të mëshirshëm me veten e juaj edhe me xhamatin e juaj. Çdo vend ku në shariat ka mundësi me zgjedh besimtari mes dy të lejuarave, dy gjërave të lejuara. Zgjedheni atë që është më lehtë, më praktike, më mundshme, sepse feja nuk ka ardhur për me shtrëngu, nuk ka ardhur për me maltretu besimtarin, ka ardhur me letu. Feja jonë është e lehtë. Edhe na kemi
për këtë që përmenda unë, kemi argument. Hadithin e Aishës radhiyallahu anha, që shënon Imam Buhariu, e cila ka thonë, pejgamberin alayhi salatu wassalam, sa herë kalon Zoti me zgjedh mes dy gjërave të lejuara, vetë se e ka zgjedh më të lehtën. Prandaj, po ashtu kemi hadith që shenjat e spermës, kur janë tha, Aisha radhiyallahu anha i ka marrë dhe i ka fërku rrobat derisa ato janë largu, që me kuptu se e ka largu pa ujë. E rëndësishme në momentin që në një formë ose në tjetrën largohet papastërtia, në rregull je. Allahu e din mas miri, pra e përmendëm me fërkim. Ka raste kur duke e hek një pjesë, duke e prej, duke e coptu, keni robë, ka ndodhur një papastërti, një urinë ose diçka, që s'munësh me hek ajnuha, ato si papastërti çka bën, e pren, për shembull, nëse s'ki ujë ose s'ki formë tjetër, ose e shkyn, edhe falesh në ta. Jemi të folë në situata të caktuara se sot është e mundshme ujë, sot është e mundshme me gjujt kreta të teshme pas tjetrën. Por, edhe nëse ndodh që është lag me papastërti, me urinë ose diçka, edhe tash nuk ki asnjë alternativë tjetër veç me shkyq atë pjesë, në rregull prapje. Domethënë, po bojnë këta me diçka tjetër jashta ujit, e kput kreta atë pjesë të rrobës, edhe në rregull je. A duhet pa tjetër me pa që e ke largu, nëse është papastërtia e cila shihet që është largu, në rregull. Nëse është papastërti që nuk shihet, nuk vrehet, atëherë duhet me të anu mendja se e ke pastru, me të anu mendja. Kjo me anu do ta përmendim se sa herë. Po kjo është edhe pak e rrezikshme me të anu mendja. Se ka njerëz që janë vezveseli. Ajo në gjendje 100 herë me e la. Se s'bëhet rahat. Ne i themi kjo nuk ka në rregull. Ne jemi të folë për një mendje që la ifrata wala tafrit. As nuk e tepron, as nuk e le mangu. E la një herë, 2, 3, e ka shtrydh, në rregull është, mjafton. Jo tash më shu, pale, edhe një herë, hajde, edhe një herë e nxën i qinia prej drekës të e pastruqat. Me gjetë një mesatare. Mirë. Vazhdojmë. Fa in kana laha ayn mar'iyatun fa taharatuha zawaluha. Pak a shumë me përmenda, nëse ka, thot, ajo papastërti është diçka që shihet, atëherë duhet pastrimi i saj është duke e largu ata. Duke e largu. Po shihet, është plehi një kafshës së caktuar, edhe e merr ti e hek atë pleh, atë papastërti, nga vendi ku ke me u falë, ose nga rroba me të cilën ke me u falë, ke të veshme. Tash e ke hek papastërtinë si copë, por a mjafton kaq, nëse kanë me të shenja në ta, do të mu mundu mi hek edhe shenjat asaj papastërtie. Jo vetëm si trup, por edhe shenjat e saj nëse janë të dukshme. Ulemat pastaj edhe kanë diskutu nëse është e pamundur hekja e shenjave, sepse janë shumë të vogla, ose pa ndikim mes asaj sa një dirhem, ma pak se një dirhem, domethënë ajo madhësia, atëherë ka vend për diskutim. Mirë po, kanë thonë nëse shenjat e saj hiqen me të parën, masi e ke papastërtinë, në rregull. Po nëse janë të vogla që nuk ndikojnë, shihen që nuk ndikojnë, edhe nëse nuk hiqen, s'ka problem. Këtu e kemi, ka rast, kur e kemi një papastërti, një gjak për shembull të ciklit, të kjo shenjat edhe, që kur e ke marrë ke la, është hek gjaku, papastërtia, por kanë me të shenjat, për shkak se është i fortë dhe ka ndikim, mundet më s'mu hek,
në një robë të bardhë, shenja, çka bëjmë? E lajmë. Allahu e di mas mire, një herë, 2, 3, e shtrydh, pastaj e lënë, edhe nëse nuk hiqen krejt shenjat, tjetër është si mesele, a ban me dalë pastaj në rrugë me të pa me atë shenjë, më thonë, sidomos femrën, ajo është mesele tjetër, na po flasim, a ban mu falë me qatë robë, e pastaj do t'jemi të kujdesshëm që mos mu bohor me një farforme me na pa njerëzit e udhubila. Mirë. Thot, wala yadurru baqa'u atharin yashqu zawaluhu. Po. Ne përmenda këta, nuk dëmton asgjë nëse e ke pastru vendin, edhe ka mbet shenjat, s'ka problem kur gjë. Këtë argumentojmë me fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, pastroje gjakun e ciklit, wala yadurruki atharuhu, edhe nuk të ban kur fardami shenjat nëse kanë mbet në ta masitive që e ke pastru robën. Wa ma laysa bimar'iyatin fa taharatuha an yaghsila hatta yaghliba ala dhannihi taharatuhu. E përmenda edhe këta, ato gjërat të cilat nuk duken parimisht, për shembull urina e fëmisë, ose edhe njeriu të madh, nëse bien rroba edhe nuk e din a u largu ajo, e lanë qatë sa ta mërmenja që është largu ajo pa pastërti. ويقدر بالثلاث أو بالسبع قطعا للوسوسة ولا بد من العصر في كل مرة وكذلك يقدر في الاستنجاء. Thotë, të kja që nuk shihen shenjat, a ke la mirë apo jo, thotë, ose e lanë 3 herë, ose mund me shku deri në 7 herë. Allahu alem, themi 3 herë me marë më të paktën, e 7 herë më të shumëtën, më të shumëti. Por nëse cëllën thot, më mundu me e shtrydh, nëse është robë e cila shtrydhet. Nëse është pjesë për shembull të tavolinës ose diçka e cila nuk shtrydhet. Çka më bë? Ja çet ujin, me dorë e fshin pak. Apo ti çet ujë, e fshin me dorë. Edhe kjo e lun rolin sikurse të shtrydhjes, domethënë fërkimit të shtrydhjes. Sepse nëse ka qenë urinë, për shembull, mbrana në robë, kur i ke qit ujë, e ke la, e ke shtrydh ajo ka ra poshtë, është largu. Edhe sa dëmon dhe mas shumë të thotë 7 herë, pastaj në secilën herë e shtrydh, të njëjtën gjë, domethënë e përmend ky edhe tek pastrimin mas kryerjes së nevojës. Është fjala tek 3 herë më lart. Që është për qëllim, se nuk te nevoja nuk është për qëllim me shtrydh. Por është për qëllim numri, si sasi. Mirë. Pastaj nëse nuk është shtrydh, rroba nuk është fërku, a në rregull apo jo? Nëse këtu është diskutu, po jo, tham Allahu alem, nëse uji ka qenë qaq i madh sa e ka zbut pa pastërtinë, një, edhe e ka marrë me vete, inshallah taala nuk ka problem, por sa të mundemi, më konë të kujdesshëm. Mirë. Tash e kemi kapitullin tjetër, el istinja. Istinjaja shqip i bie pastrimi pas nevojave fiziologjike. Nevojat fiziologjike për ata që përcjellin videon janë për qëllim nevoja madhe dhe nevoja vogël. Por si kapitull këtu hyn edhe dalja e gazrave. Qoftë gazrat me za apo pa za. Thot el istinja'u sunna min kulli ma yakhruju min as-sabilayn illa ar-rih. Me e pastru nevojat me i pastru, thot është sunnet. Sunnet pas çdo pa pastërtia e cila del për njëra
nga njëra prej dy vrimave, nevoja e madhe dhe nevoja e vogël. Illa rrih, përveç nëse njeriu nxjerr gazra. Pa rrih është për qëllim gazrat. Qoftë me za, me zhurmë apo pa zhurmë. Ajo nuk është sunet, me u pastru. Kur thot autori el istinjau sunne, a do më thonë që nuk ka na farz edhe po bojka ke kry nevojën e madhe, veshje teshat, pantolët edhe hajtë u dhamar, shka merr abdes falu që ashtu katastrofë, trupi ka të ecësh me të ardhera edhe me i dërmu njerëzit në xhami, normal se nuk është kjo për qëllim, se ju e dini që edhe qep apo hudhër dhe të ngjashme me ngrahë nuk lejohet me shku në xhami. E lemo me ato erna të këqija, hala ma të këqija se sa qepa edhe hudhra. Kur themi sunne, dhe më thonë është një veprim i pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili ka bazën në Kur'an për pastërtinë, edhe ato detajet pastaj janë sunnet, por pastrimi është obligim. Pastrimi. Me çka? Tash do ta shohim. Thot, dije se pastrimi i nevojave është thot 5 lloje apo ndahet në 5 lloje. E para, ghaslu najasati al-makhraj fi al-ghusl an al-janabati wal-hayd wan-nifas. E para thot është farz. Ajo është gusli, dhe më thonë, apo më falë, nuk jemi të folë për guslin, ta sqaroj pak më mirë, ghaslu najasati al-makhraj fi al-ghusl. Se jemi të folë veç për pastërtinë e vendeve të turpshme. Ka ndodh ejakulimi, ka ndodh cikli mujor. Çka me bën? Momentin e parë që shkon në banjo, është obligim, mas pari, me i la vendet e turpshme. Çka për qëllim istinxha? Vendet e turpshme. Të dy pjesë. Pastaj, sidomos domethënë te mashkulli, mas ejakulimit, te femra, po pastrohet, po merr gusull mas ejakulimit ose ciklit mujor, mas pari do të mu pastru te vendi i caktuar. Që kjo është farz. Pastaj edhe gusli janë farz, po se po. Po jo me thonë po marr gusull, jo, mas pari ke obligim me e pastru këtë pjesë. Thotë që kjo është wajib. Qoftë nga në gjunubllëku, qoftë nga cikli mujor, qoftë nga nifasi, mas lindjes. Pse mas pari e bën këto sipas autorit? Thotë që e pa pastërti mos mu përhap në për trup ma shumë, po mas pari mu largu çaja prej trupit. Kjo e para. Tham, istinxhaja në këtë rast është farz, mirë. E dyta, idha tajawazat makhrajaha yajibu 'inda Muhammad qalla aw kathur, wa huwa al-ahwat. E dyta që sipas Muhamedit, nxënësit e Abu Hanifas, nëse papastërtia e rastit parë që përmenëm, rastin e parë, ka kalu jo vetëm te veni i vet, tek prapanisa për shembull, ose tek vendi para ku del sperma, po ka prek edhe pjesë të trupit rreth ti. Thot, nëse je i sigurt, e ke vërtetuar që ka prek papastërtia, atëherë është obligim përveç venit ku del kjo papastërti, edhe rreth venit aty me pastru. Nga se ka mundësi një gjë tillë me ndodhë. Pra dhe kjo është obligim. Se këtu tha autori, 2 raste është wajib, obligim. Që s'ka alternativ tjetër, duhet pa tjetër. E treta, e përdojt, më thonë, te e treta, është sunet, wa hua idha lam tatajawaz an-najasa makhrajha fa ghasluha sunna. Nëse papastërtia ka nejt veç të veni i vet, nuk ka te i kalu ma larg,
Prapë është sunet, masi ke pastru venin e caktum, edhe rreth ti, me dal pak ma larg, ma gjanë, me kap me pastru vendet e turpshme. Kjo mbetet sunet, ma sigurt. Jo s'pas ka pa pastërti, e këqyr njeri trupin e vetë s'ka pa pastërti. Jo, pastroj, sunet është. Ma mirë. E katërta thot mustahab, wa huwa idha bale wa lam yatagawwat yaghsilu qubulahu. Çka është mustahab e pëlqyer, e preferuar? Thot nëse e kryen nevojën e vogël, atëherë është e pëlqyer edhe pse s'ka kryer nevojë të madhe, me e la me ujë qatë pjesën, ka del nevoja vogël. Allahu edhe mas mire, të gjinja femrore shtohet përgjithësia, sepse natyra e kryerjes së nevojës vogël tek to është më e ndërlikuar. Prandaj hala ma i themi edhe insistojmë që ato me qenë të kujdesshme kur derdhen ujë, kur e kryen nevojën e vogël me pastru atë pjesë të trupit. Edhe pse autori për atë është e pëlqyer mustahab, na themi të jetë e kujdesshme. Te mashkulli, është patjetër, mbetet e pëlqyer, por nëse nuk i ka rrethonat për me la me ujë, nëse nuk i ka rrethonat, atëherë duhet të jetë i kujdesshëm deri në maksimum që të mos i vesh rrobat derisa të bindet sipas mendjes së tij se mon nuk kanë mi dal pika. Të bindet. Allahu alam. Kjo është e katërta. Edhe pesta thot pastrimi i vendeve të turpshme thot është bidat nëse ka nxjerr veç era, qoftë me za apo pa za, atëherë me shku në banjo dhe me e pastru, kjo është bidat. Se kjo nuk shënon kërkun në argumentet e fesë. Nuk është e lejuar apo nuk është në rregull. Kur kemi qenë të vegjël edhe mësonim të hoxha, shpesh ndëgjoja një plak, na thoshte neve nxënësave, na të arë në xhami, merr shme avdes në borë xhamis. Edhe thoj ka ai, taret, a keni marrë, shkoni merr një taret. Çka do thonë ky plak? Me kalimin e kohës, ai e kish pas keq kuptu meselën e taharetit, tahare është për tahare pastërti, që të istinxhajin e kish keq kuptu. Ai shkon të ja bon që kur po do me marr abdes, u kon në shtëpi kanajt. S'ka pas abdes. Tash po do me marr abdes, mas pari, po shkon në WC, pilan vendet e turpshme, pa nevojë. S'ka bo kur gjë njeri. Pastaj, po merr abdes. Tu menu që duhet pa qarë edhe nëse s'ke bo kur gjë, as nevojë të madhe as të vogël, duhet njerë mas pari me shku në WC, për shembull i çun sabah, edhe s'ki nevojë me dalë në WC. Fare. Shkon marr abdes. Jo, ai kish pas me shku njerë në WC, thjesht me i pastru 2 vendet e turpshme, pastaj me marr abdes. Kështu e kish kuptu tahare, taretin. Edhe pastaj hoxha ja shpjegoi që jo, taret duhet me marr, me pastru vendet e turpshme, në momentin që kë kry njënën prej 2 nevojave ose të dyjat bashkë. Po hoqë ka mundësi, ka dalë ndonjë erdhë ose gaznat kanë dalë prej trupit. Jo, nuk është obligim me marrë taret, me pastru vendet e daljes nevojës madhe, për arsye se ke nxjerr ndonjë erë. A është e lejuar, e keme një pikë tjetër, nxjerrja e ernave prej trupit, parimisht është e lejume. Pastaj është edukative ta kesh parasysh rrethonat edhe vendin ku e bën një gjatë tillë.
parimisht është e lejume. Por, ka problemave që kanë këshillu me qenë sa më i kujdesshëm. Dhe më thonë, ku ndodh kjo gjë? Ka vende që janë të vlefshme, si që është xhamia. Më konë besimtari kujdesshëm. Pastaj e ke para vetës ose e të lexu një libër të fesë. Me qenë i kujdesshëm. Me qenë një ambient ku mas disa minutave mund më ardh dikush edhe më undi keq. Edhe këto me pas kujdes. Më thonë, do ulema kanë thonë, mi pas parasysh se ka dhe me laçe. Edhe nëse je vetë me qenë i edukum, por kjo nuk e ndalon. Nuk e ndalon diçka të tillë, për arsye se është një, nëse është e mundshme me shku deri në banjo për shembull, sidomos nëpër shtëpia ku janë të banuara, janë me, atëherë është kjo më mirë. Është shumë edukative me pas kujdes para anëtarëve të familjes, sidomos bashkëshortët mes vete, për të prindrit është nënçmuese para prindërve. Edhe tregojnë të gjithë muslimanëve, njerëzve që asesi nuk lejohet muslimani me nxjerr gazra në pranitë e prindërve, se kjo është nënçmim për ta. Kjo është turp. Besimtari nuk e toleron veten që para babas dhe nanës me bë diçka të tillë. Para bashkëshortës është nënçmim i vetës tane, para se të jetë nënçmim i saj. Para fëmijëve është humbje e respektit. Ata të shohin ty se dikush i madh e me vlerë. Kur i bën këto gjeste që parimisht ta hupin burnin janë jo shumë bonore, atëherë mos prit respekt prej tyne. Por a është obligim me u la, me i la ato vende turpshme pse ke nxjerr gazra, themi jo. E tash, ndalem e të një pikë tjetër. ويجوز بالحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقيه. Tash, cilla është më mirë? Thot, والغسل بالماء أفضل. Me i la këto vende turpshme me ujë është më mirë. Po nëse s'ki ujë, me çdo gjë tjetër e cila e lun ose jo rolin e ujit, e përmenim në rolin e ujit ato gjëra tjera, por këtu edhe gjërat e ngurta, siç është guri, edhe të ngjashme, lejohet, përderisa papastërtia është largu. Edhe nëse s'ke mundësi shenjat e saj me hek. Prandaj ndodh që njerëzit janë nëpër male, nëpër vende ku s'ka ujë, lejohet me përdor gur edhe të ngjashme, dru e të ngjashme me to. Përderisa nëse kanë mbet pasaj shenja, nëse ka dyshime sa kanë mbet, ban mu fal, përderisa ky është bind sipas ti, që është pastru, sipas ti, por nëse kanë mbet shenja, në momentin që kthehet në shtëpi ose jepet mundësia me pas ujë, edhe një herë pastrohet përsëri me ujë. Por a lejohet mu fal? Po, nëse i anon mendja që është pastru me gurë dhe të ngjashme, atëherë inshallah taala i lejohet me u fal me çat pastrim. فإذا تعدت النجاسة المخرج لم يجوز إلا الغسل. Thot, po nëse ndodh që papastërtia ka lëvizjen për trup, ka prek më shumë se sa një vend, edhe është shpërnda, jemi të folë papastërtia e madhe. Atër në këtë rast, është problem me u hek, me gjëra të ngurta, me gur e tjerë, çka duhet pas tjetër me u la. Pa tjetër me u la. Gjithmonë, po flasim në kushte normale, në kushte jo normale, besimtari vepron atë sa ka mundësi. Është në një mal ku s'ka ujë fare, atëherë pastron çat sa ka mundësi edhe falet. Por në kushte normale, jo. ولا يستنجي بيمينه ولا بعظم ولا بروث. Nuk ban mu pastru me dorën e djathtë. Mi pastru vend turpshëm me dorë djathtë, po duhet mi pastru me dorë të majtë. Pa ashtu nuk ban me pastru pa pastërti nëse s'ka ujë, me ndonjë asht të kafshëve, të prera ose të ngordhura, e as me bajga, me bagla.
ma thjesht, sepse këto janë prej ushqimit të e gjinëve. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu ka inspiru kur ka fol edhe është taku me e gjinët që këto dy gjana, eshnat e kafshëve, pashtu edhe bajgat ose plehu i tyne, janë ushqim të e gjinëve. Andaj, nëse ndodh me gjetë një bajk të fortë që i përngjan gurit, nuk ban me ta, me u pastru. Me sa, mas paku, edhe thot wala bi ta'am, as me ushqim jo, se është në çmim ndaj ushqimit. Çfarë do koftë? E gjen një mollë, ose një gjysmë mollë, ose një gjysmë dardhë, ose diçka, nuk ban, se është në çmim, e humb bereqetin. Por, nëse ndodh edhe pastrohet me asht, ose me ushqim, pastrimi ndodh pastrimi, është në rregull. Por, është gjuna që është pastru me diçka që parimisht është ndalume. Njëjtë sikurse e vjedh një ujin, e merr njeri e vjedh, pi tjetër ujë, edhe pastrohet me ujë të vjedhën. Ose e ka marrë me dhunë. Pastrimi ndodh, pastrimi u kry, në rregull është. Por është gjunaj pse e ka vjedh atë ujë, ose pse e ka marrë me zër. Njëjtë është edhe me ushqim ose me këto gjana që i përmenda. Sa herë, mas paku 3 herë duhet me u pastru. Me 3 gur e ma shumë, si pas mundësive ma shumë. Edhe e fundit, wa yukrahu istiqbalu al-qiblati wastidbaruha fil khala. Thot, është e urrejtur me u kthy në përvetësia me fytyrë fil khala, të dyjet e ke përmend, fil bujuti was sahari, edhe mrena në shtëpi, sipas autorit, edhe jashtë shtëpive në natyrë, po edhe mrena në përbanja në shtëpi, më kthy me fytyrë ose me shpinë ka kibla. Ka pastaj prej dietarëve që e kanë leju mrena në objekte edhe kanë ndalu jashtë objekteve. Ebu Hanife thot me shpinë s'ka problem, me mrena në objekte, kurse me fytyrë nuk ban. Me fytyrë nuk ban, pra Ebu Hanife lejon me shpinë edhe mrena në objekte edhe jashtë objekteve, a me fytyrë jo. Po sa të kish mundësi, është ma mirë me u largu. Pastaj me sa gishta me pastru, pa pastërtin, edhe me ujë kur të pastron, thot me 3 gishta. Gjithmonë është, po flasim e pëlqyme, pastaj si pas nevojës edhe me ma shumë gishta. Me domon me këta 3 gishtat është për qëllim, të dorës majt, edhe me këtë pjesën këtu, e jo me pjesën e thojve, me qëllim që pa pastërtia mos me mbet në për thoj. Por gjithmonë këto domon me daljen e tash e këtyne lukseve edhe detergjenteve, shamponave, sapunave të caktume, kjo është pak ma lehtë. Kjo është për sot të dashur nxënës, pastaj për të kaluar inshallah taala tek kapitulli i namazit. Lutë Allahun që të na bereqet dhe bekati në dijen tonë. Walhamdulillahi rabbil alamin.